Parlamenti I mohoi mundësinë opozitës e gjithë qytetarëve shqiptar që të diskutonin gjatë javës që kaloi për fondet e IPARD-it, fondet e Bashkimit Evropian që I shkojnë bujqësitë. Të gjithëve kujtohet një vit e gjysmë më parë, Bashkimi Evropian njoftoi që fondet e dedikuara për bujqësinë do të ndalonin, do të pezulloheshin, sepse projekti gjigant prej 116 milion eurosh që duhet kishte shkuar ke fermeri, nuk ki shkuar ke fermeri, duke zbuluar një skenë masive, mashtrimi dhe korrupsioni, duke zbuluar atë që është maja e gjilpërës e maja e Asbergut për mënyrën se si funksionon çdo tender, çdo garë publike në Shqipëri. Këto fonde ishin përdorur për pak duar, ishin përdorur në mënyrë abuzive, me kosto të fryera. Këto fonde kishin shkuar tek një kompani konsulence që kishte përzgjedhur se kush do të merrte e kush nuk do të merrte fonde. 33 milion euro llogaritet shuma e vjedhur e abuzuar nga totali I fondeve të IPARD-it, 30%. Po ky 30% nuk është rasor. 1 në 3 tendera I sot pagar, 1 në 3 tendera I sot me vlerën limit, 1 në 3 tendera sot shkon po tek njëjtat kompani. Është taksa korrupsionit që paguhet në bujqësi, paguhet në gara publike, në koncesione, në tendera, dhe është sistemi që është ngritur. Është sistemi që është ngritur që nuk e lë as fshatin shqiptar të marrë frym, as fermerin të mbijetoj, as të riun të punojë të jetoj këtu, po e detyron të largohet, po nuk e lë as biznesin e ndershëm që të rritet, që të zhvillohet, e që të ketë mundësi dhe të ketë hapësirë për aktivitet ekonomik normal. Kjo takse korrupsionit po ja merr frymën Shqipërisë. Kjo takse korrupsionit ndaloi fondet e BE-s, kjo takse korrupsionit është gangrena që fatkeqësisht e njolla e zezë që I është vendosur institucioneve shqiptare. Është sistemi që ne duhet të ndryshojmë, është sistemi që ne duhet të zhbëjmë që shqiptarët ta shohin të ardhmen e tyre këtu e jo duke u larguar nga Shqipëria.